janë mes majmunave më të mirë, me borkin më të madh, borkin më të vogël, tek centra e re e Gifit ku u hap sot. Kështu që na sot bashkë me këta kena miknostat mit, këta kanë me këcy për të mit. Hello Kret, hello. Kameres, hello. Gifi vetëm që e ka hap pikën e tretë këtu në Prizren të galeria. Kështu që hajde me mu kamerman, shkojna të shijojna krejt produktet e Gifit. E janë në Gif, që shpeshikoni shumë njerë sot në Gif. Shpresojmë që çdo ditë kështu, edhe unë mendoj që po. Që në Gif nuk mundi me marrë në isan me 100 gjepa. Se këtu është që kërset tik, edhe po ashtu e kena sigurimin që është i rrezikshëm. E janë në Gif. E për momentin, kom të mija për shkelin e Gif. Gifi o hap pika 3 e Gifit, ku mendoj që në Prizren është ma mirë, a? Po thomë që shto ma mërmendja, ku janë çmimet e arsyeshme, 3 euro i jastek. Kamermanin për ma merë gjumin, ashtë ta ja blesë, ashtë ka të shkojnë me kjarë, flenë pak, apo? Shtu që na pekëshyrim se qka për përmon Gifi, a na folë pak për Gif? Ja, s'po na folë kjo. Ka dhe lojna për të mi, nëse se dini, lojna të matë mira për të mi, Kështu që na për morim që këtë top. Edhe morim gjatë rrugës. Vazo për tezën, për hallën, për nanën, për gjyshin. Dorzat punës për babin, për aqë, për migjallar, për gjysh, e tjere. Arom të kerrit. Faleminderit për prezencën e juaj. Gifi sot po hap dyqanin e tretë në Kosovë. Ka filluar në vitin 2023, nëntor, ku ka hapur pikën e parë në Prishtinë, pikën e dytë në fushë Kosovë, dhe sot hap dyqanin e tretë këtu në qendrën Galeria Shopping Mall në Prizren. Jemi shumë krenarë që po i sjellim qytetit Prizrenit një ofertë kualitative, produkte cilësore të Bashkimit Evropian, të cilat kalojnë për shumë kontrole për të pasur atë cilësinë me çmimet më të arsyeshme të mundshme. Jemi krenarë që po e hapim në qendrën Galeria, e cila po të regon çdo ditë më shumë që po i sjell vendit ofertë dhe zgjidhje sa më të mira. Unë si shpresoj Prizreni pas ka prit mirë Gifin. Pse? Po mendojmë se Prizreni se gjithë qytetet tjera të Kosovës dinë të zgjedhin, dinë se çka dojnë, konsumatori sot është mbreti i zgjedhjes, ai e din më se çka është më e mira për të. Për këta dhe ne nuk kemi pas asnjë dyshim që Gifi këtu ka me gjetë veten dhe ka me sjell klientët e Prizrenit, konsumatorëve të Prizrenit një ofertë jashtëzakonisht mirë. Pasi të korë sukses edhe në Prizren, ku do të jetë pika tjetër? Ne kemi planin e zhvillimit për 10 vite. Ne kemi përfunduar planin 5 vjeçar për vetëm 18 muaj. Është një rekord të cilin e kemi realizuar. Ka plane të zhvillomi në qytetet e mëdha të Kosovës, ka plane të zhvillomi edhe në rajon. Kështu që është një projekt afatgjatë me cilin ne jemi krenar dhe do ta çojmë deri në fund. Me ma këshyrë mu këto mama jeme këtu vjen fill pa lidhje, shkon të ble, sene. Kështu që vazhdojmë. Ora. Sa ora? 6 euro ore në Gifi. Skar elektrike në Gif. Për shembull e merr mishin. Të kënaq. Qëre. Apo do të bardh, jo po të himt, apo do të zi, apo do të mirë. Vetëm të kesh nuk ish. Vetëm të kesh nuk ka këtu. Kështu që kena shumë llojshmëri. Unë e kësha morë sa për veti, për arsye se këtu si student, ka herë i bëj 2 vezë në sy, edhe pak ma madhe, po shumë praktike. Vazhdojmë tek sektori tjetër. Po na këshyë njerëz pak shtremt, po hade knaj. Pa, që. Pa ka shkarzaj. Këtu jena për, kjo në kuzhina, den që lajnë ent, kur nuk teren i lajnë me përshu ent, Çadër për fëmijë, çadër për të rritër. Momentalisht jemi me menaxherin e pikës së Prizrenit, e cila quhet Medine Berisha. Çfarë mendon për Gifin në Prizren për këtë dyqan?
Gifin Prizren është një prurje e re që ma herët në dyqane tjera Prizrenit nështë i ka mungu si dyqan. Është dyqan kogja i furnizu me krejt produktet e mëndshme, edhe çmimet janë për tregun e Kosovës janë shumë të arsyeshme. A mendoni që mund t'ja bëni ball ton këta? Patjetër kemi punu shumë ditë që me i bo ball gjithë këtëve mishterive, edhe kemi staf të mjaftueshëm që me mujt me imbulu të gjithë. Cilat produkte janë më shumë të një GIF? Krejt llojet e produkteve i kemi në GIF, po mësh me veçu pjesën e lodrave të fëmijëve, ka produkte që çka do që të vynë për nevoja shtëpiake i ki komplet në GIF. Gjithçka për 1 euro, 2 euro, 3 euro. Gjithë sektori nuk e ka lënë çmimin 3 euro. Për shembull, e kena këtë pasqyren. Jo po. Jo kafe apo. Ha? Nuk pi diun saktësisht mirë. Por po ashtu kena çantat, lodra për fëmijë, të cilat maksimumi kushtojnë 3 euro në këtë sektor. Galeria Shopping Mall, si një qendër moderne në qytetin dhe rajonin e Prizrenit, tashmë ka formuar identitetin e saj tregtar në Prizren. Galeria Shopping Mall bizotron me 120 brende, ka 120 njësi tregtare të cilat operojnë, ku ka të punësuar mbi 1000 punonjës, dhe kjo natyrisht ka bërë që të ketë një zhvillim qyteti i Prizrenit dhe rajoni i Prizrenit. Gifi është një vlerështuar në qendrën tonë, Galeria Shopping Mall në Prizren, i ka dhënë një bujë shumë të madhe. I mirëpresim të gjithë blerësit për blerje në Galeria Shopping Mall. Unë bashkë më kishë interesu me ditë statistikën mujore, që s'ka blenë mas shumë të një GIF njerës, për shembull blenë gota ose blenë pije, po çka blenë më kishë interesu, kështu që du me ja bo si pyetje dhe nashta ma japin përgjigje mas një muji. Për shembull, unë kisha bleve stopa. Se hajde, qërë. Bëjmë të stila me këto. Iron Man për jetë po në GIF, për jetë po në Kosovë, për jetë po në Prizren. Kështu që këtë minja cilë e dojnë Iron Man, hajde një veshën një sigur Iron Man edhe fluturon një sigur aj. Momentalisht tek përshimurja GIF-it, për bëj një pauzë edhe për shikoj njerës, se më vlenë shumë gjëra, kështu që dita por, tonë kjo pun, lemo ditëve tjera. Edhe këtu e kena sektorin e koferave. Liberalizimi vizav është bë, të që e bleje koferin dhe shko të këdoja, hala tezja. Po kërra është qyqe, edhe si çdo shqiptar për e vjedhe i sta dhe për ecën. Po ashtu, GIF-i përmban edhe fletushka, cilë do t'i shpërndojnë në për shtëpia dhe mund t'i shikoni edhe online, edhe shikoni zbritjen, që vishë t'ja ka një zbritje. Për 9.99 në 5.99. Ma shumë nuk keni nevoj me kështu. Ma shumë hajden në GIF edhe e shikoni çmimet edhe jo vetë. Pjata për gastronomi, pjata për kamajera, të mira, të bukra, komunime shërby ushqim, si të zorë, një sezonime përgati gjithmonë. Kështu që pjata edhe për gastronomi, gjeni në GIF. E unë e kreva vizitën sot në GIF, jom kënaqës të këshyrë për arsye se s'kom ble sen se jom gjakovar, po jo, mos këshyrë një sigurone. Hajde bleni, se ja vlen shumë. Kena gjithë shka, ka lodra edhe njerë, ka pjata, ka gastronomi, hoteleri, dosma, tesha detit, se ta shkina me shkun detit. Kështu që e janë në GIF të hapja e re në Prizren të galeria.
E janë gift.